Ndryshe, në Top Albania Radio. Ti nuk e theksuar dhe një gjë të rëndësishme. Tek ethet e së premtes mbrëmë. Të parat kam dalë dhe unë. Po si mendon ti që mund ta lija? Po si mund të unë jam çuar sot mëngjes dhe i thoja bashortit tim që do më sillte për në punë, thash po e di ti që lidhjen e Salcanos me profesor Zhanin ka dhe marrë dhe ai dritën jeshile për të qenë këtë. Unë kam marrë jeshile vetëm se dua të pyes profesorit. Po zgjeja video me ty more Salcanos. E kam hequr. Sepse fitoni lekë të shiret me video përshëndetje të gjeja. Por video ç'më mendon për muzikën sot? Në krahasim edhe muzikën e lehtë, po dhe klasike. Po. Vazhdon muzika klasike të mos ketë kompozitor, kemi ngelur me ata të vjetrit sepse ti ke bërë dhe këtë operën e fundit të Nikola Zoraçi që ke nxjerr para. Mund ta vendosim Mario. Shiko, ka një gjë. Ne me qenë që unë jam një dëshmitar i gjitha kohrave. Do të thënë sa edhe për shkak të familjes që nga cilet kanë trashëguar këtë punë nga prindit këto. Ne kemi bërë dy gabime. Kemi bërë po them vetëm historike janë. Për shembull, në kohën e regjimit të kaluar, kohën e monizmit, për shkak të prishjes së marrëdhënieve me vendet lindore, atëherë dhe lidhjen me shtetin e madh aziatik pra prishen me Rusinë edhe me këto lidhje me Kinën në një kohë të vështirë siç ishte koha e revolucionit kulturor ekstremist që unë kam qenë dhe në Kinë atë kohë me një ansambël dhe kam parë direkt do më thënë zhvillimet negative që po sillte ajo kohë, të cilën kinezët e braktisën shumë shpejt pastaj. E dënuan, e bën. Ne kjo na solli në konkluzionin që duhet heqim gjithë veprat klasike. Dhe një teatr, një orkestër radio televizionit, institucione tjera të dramës, të teatrit, që kishin shfaqur veprat e repertorit klasik madhore, kishin qenë të zonjat të marrin krye veprat dhe të japin edicione të mira falë regjisorëve, marrëdhënieve. Këto ndaluan gjithë. U hoqin për një periudhë. Dhe kur unë shkova në opera, mbarova shkollën e shkova si violinist, atje u emrova dhe për një kohë të shkurtër madje u bëra koncertmaestri i orkestrës simfonike të teatrit të operës. Atje në opera kishte 3 vepra që shfaqeshin. 500 artistë që vinin vërdall me operën e parë shqiptare Mrika, me baletin Alilia Iria, me një balet kinez detashmenti Kuqi Grave. Që këto 3, më vonë po bëhesh edhe një opera tjetër, pastaj u bë opera Skënderbeu në Gjesh, po do me thënë këtu ishte dhe plesa tjetër e kontributit plotsoi me koncertet i qendrat e prodhimit, me fisharmonik, me një mikrofon përpara, me gjë që mendoj edhe këngëtarët lirik të gjithë pa përjashtim që shkonin në këtë qendra, të gjithë, do më thënë, si është sot, profesor, situata? Dhe duhet them të fundit, që në këtë periudhë vendosën që unë të bëjmë drejtori artistik i teatrit të operës në mos shumë të re, dhe një nga arsyet që e pranova ishte që të luftoj që kjo gjendje të te kaloj. Sigurisht nuk isha unë që vendosa për këtë punë, se kjo vendimi për këto ishte madhor dhe kishte arsye të tjera pse kishte. Por, ama, unë argumenti që dhash ishte ai që u pranua. Pra, argumentimi tim ishte që ne duhet të bëjmë simfoninë e 9 Beethovenit në 200 vjetorin e tij, domethënë nga zero muzikë klasike të shkojmë ke vepra më madhe, për të treguar që gjatë këtyre viteve janë ngritur shkolla muzikore, që në Tiranë ka 3 orkestra simfonike, që ka kore, që ka një divizje, që kemi solista, dhe këtë ne duhet ta tregojmë, ta kuptojë edhe bota që dhe vlerësojmë këto vepra. Dhe ky argumentim, ata e pranuan, a? U pranuan. Tjetër, kjo ndodhi në vitin 1970. Dhe pastaj u hap rruga për të bërë këto vepra klasike? U bë, patjetër kjo, u bën dhe disa tjera, ndodhen ngjarjet jo festivali këto. Nuk po shtrihemi në atë kishte ndryshime të ndryshme që sollën edhe periudat vështira dhe në jetën tonë. Ajo ka qenë një periudhë e sa influence e vështirë, një periudhë që njerëzit, domethënë,
kishin pas sigurinë, sepse ekstremizmi gjithmonë gjen atë. Po, ka pas u korrigjua nga vetë. Ka pas ditë që kanë prodhuar shqiptarët. Tani, ndërkohë filloi prodhimi i veprave shqiptare, gjë shumë e mirë, dhe në argumentimet që bënim në atëherë kur na kërkohesh mendim, pra donin ta ndryshonin, se ndryshe nuk kërkohesh. Edhe këtu unë isha nga ato të parët që u ngrita, dhe prandaj dhe më pëlqen mendimin tim, ishte ky që veprat shqiptare shumë mirë që bëhen, veprat shqiptare, por do të bëhen në të kohë dhe veprat përparimtare të kulturës, përparimtare botërore. Madje udhëheqësia së kohë mbritej aty, tha edhe shekulli 20 që atëherë kishte vepra moderne, ka vepra përparimtare që ju duhet i veni në skenë. Po në detyrë. Maestro, të pyes, po nëse nuk do ishit bërë muzikant, çfarë do ishit bërë? A keni menduar ndonjëherë veten në një profesion tjetër? E di që ka nisur e di që baba juaj ka studiuar në Milano, atëre prindrit të dy intelektual artistë mëdhenj. Para se të kthehemi për të thënë gabimin e dytë, po ta them se unë thash kur isha i vogël, sa mirë do të jetë kemi një dyqan vetë. Që ta hap kur të dua e ta bëj kur të dua. Sa e bukur kjo. Nuk të projektoj dot fare si shkurtimisht se radio e ka ditë. Gabimin e dytë, po shkurtimisht. Gabimi i dytë ishte që mbas 90-s kur ju u futët në jetën artistike, ne hoqim gjithçka shqiptare. Dhe mbi 10 vjet institucionet, po është kalim në një ekstrem të panevojshëm, se nuk ka vepër shqiptare që nuk është kombëtare së pari, që nuk është e mbështetur, pavarësisht nga talenti i autorëve, disa vlen më pak koha, bën seleksionin jo në këtë mënyrë. Dhe kjo është një gabim tjetër. Mjaft i madh heqja e këtyre për 10 vjet derisa në kohën që unë riktheva mas 30 vjetësh, po në të njëjtin muaj, rastësisht, drejtori i Teatrit të Operës, po drejtori i përgjithshëm, në atë moment qeveria Nano Qishte vuri emrin Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit. Pra, detyrimisht do t'i kthehesha veprave shqiptare dhe këtu korrigjova diçka që për mua më vriste ndërgjegjen. Fruti i këtij korrigjimi dhe i shumë të tjerave është edhe kjo premiera e fundit. Fundi i golemve që ja tek e kemi me regji të një tjetër mjeshtri të madh si Nikolin Gurakuqi. Profesor, e dirigjova po patjetër. Po mirë tash. Dirigjova 10 vjeç. Po. Dhe u bëvsh edhe 100, i themi ne. A patë energjinë e tu? Është e vërtetë. Shiko. Un pata energjinë që të punoj 7 deri në 8 orë në ditë. Ashtu, ha? Do me thënë 3-4 orë me artistat dhe 3 orë të tjera me veten time. Se veprat është mësuar, shumë e komplikuar, Nikola shkruan veprat vështira. Dhe ajo që më ka dhënë satisfaksion ishte që salla, dorëtrokitet e njerëzve që nuk mbaroni, s'kishte asnjë zhurmë, nuk piptinin. Dhe në momentin e fundit e kishte mbi 20 minuta dorëtrokitje çdo natë. Wow. Sa e bukur. Kjo për një gjë, sepse unë nuk mora ta dirigjoj se unë nuk kam një praktik të përditshme dirigjimi. Por nga ana teknike kam mësuar me atë praktikë që ka bërë dhe brenda dhe jashtë edhe orkestra e trive. Ajo ka fituar, është e vetmi orkestri që ka fituar vetëm çmime të para, nuk ka asnjë çmim të dytë. Vetëm të para. Vetëm të para, summa cum laude. Në Vjenë, në Gjermani, në Hungari, në gjithë botën. Deri në Kuala Lumpur. Janë shpërndar. Janë shpërndar gjithë. I ke gjithandaj, i kemi mbledhur këtu. Tashi, problemi është ndërtimi i roleve muzikore, se ti do ndërtosh rolet e kësaj vepre. Ky që është tradhtar, ky tjetër që është heroj, ky që është i biri, ky është princi. Ky tjetër është ruan Krishtjellën, e këto vajzat, kjo është heroina, kjo tjetra ka hallin e fëmijës vet. Ti do i ndërtosh muzikalisht, ti s'ke disqet që fillojnë këtu e mbarojnë në Alaska, të kësaj opere marrin skemat e dirigjimit të mësuar në shkollë nga profesorët e atyre ose stër profesorët e atyre që vini dirigjojnë tek ne. Ti do ta krijosh këtë gjë, do kulturë së pari, do njohje të letërsisë, do që fjalën e shkruar ti ta kthesh në muzikë me thekse që ka diksionin, do këto gjëra dhe këto gjëra përvoja ti jep
me shumicë përvoja, njeriu që ka jetuar. Sa kohë tu desh për ta bërë këtë gjë? Kjo gjë, përveç asaj përgatitjes individuale që përpara, shkoj një 3 muaj punë. 3 muaj. 3 muaj punë. A ka ndonjë vepër që e keni shumë për zemër dhe nuk lodheni kurrë prej saj? Po, ka disa vepra të cilat bëjnë pjesë në, si thua, repertorin tim në çik të veçantë. Okay. Për shembull, po them nga veprat shqiptare, un kam dirigjuar 2 operat e para që janë moderniste për ta kaluar atë boshllëkun. Njëra nga kompozitori Ermir Degjini, një pedagog në Institutin e Arteve, dhe tjetra që është shkruar pak më vonë, po është ekzekutuar më përpara, opera Oira të Aleksandr Peçit mbi tragjedinë e Otrantos. Edhe këto kanë qenë eksperimente, vepra, sepse tingëllimi dhe format e përdorura nga autorët dhe gjinit për katse të muzikës klasike kanë qenë shumë të komplikuara. Dhe kjo është një provë. Nuk ka marrë të drejtoj për shembull shfaqje klasike. Traviatën lexin ato mjeshtë të bën dirigjentë të bëjnë. Profesor, se kam dashur gjithmonë të pyes, edhe kur shija kështu e vogël nga ekrani, dhe këtë punën e dirigjentit nuk është se e kuptoja shumë në vogëlsi. Do të thënë, si dirigjenti pa folur fare, vetëm nëpërmjet gjesteve, disiplinës, vizionit, provave të shumta që ju bëni, jep një jetë një orkestër të tërë. Sa e vështirë është bëhet kjo? Dirigenti është shumë lehtë dhe shumë vështirë. Për e parë, me një rëndor, a i mban ritmin. Me dorën e djathtë. Me dorën e drejtë, me shkopin, që ta shohin gjithë ato që janë lartë. Edhe një në Austri, kur unë drejtonja këtë orkestër këtyre, më thot një nga fundi i korit atje, herë profesor, të lutem hape kraun, se nuk e shifte shkopin ka një, e të ndë dhe gjatë atje këta. Hape kraun, me dorën e majtë për nuancat, këndo më letë, këndo më fort, ti duhet të dalesh, dhe më thënë, është shumë e vështirë si shkojnë ato, nuk e merë vesh një, ju fare. Se marrë vesh pra, unë isha fiku. Me këtë tjetën ngrije pak, e kuptoj. Do të bësh sepse duhet i biri letaj që të gjëtë këngëtari ku është në fund skenës. E kuptoj. A ishte atje, Hajdini, në këtë opera, ishte në majtë Kullës, atje, dhe i gjonin me shigje dhe këndon të atje, duhet të dëgjohesh. A keni ju një sekret për të krijuar këtë harmoninë mes djetra artistëve dhe instrumentistëve me personalitetet të ndryshme, me vegla të ndryshme? Keni ju një sekret që ti harmonizosh të gjithë bashkë? Po, shiko, duhet, unë përgjithsisht kam bërë një pakt, edhe kur nuk e them, e kuptojnë, këta që kanë kaluar disa herë në përduart e mia, sigurisht që din shumë gjëra, tregojnë dhe Barcaleta, tregojnë dhe humorin që kemi bërë, se pa humor nuk mund të bëhet. Por në moment caktuar. Me të ka shumë humor. Ka humor, problemi është ky që pakti është ky. Ti respekton pavarësisht instrumentisti mund të jetë i fundit në një rresht, ose mund të jetë me detyrë të rëndësishme në orkestër. Ti respekton punën e tij dhe ti je vënë për të bërë vërejtje. Jo për të bërë komplimenta, o sa bukur po i bini, ju jeni më të mirë ndaj kombit. Vërejtje që të përmirësohen, jo që të përmirësohet deri në momentin e fundit. Arti s'ka fund. Pra, por nuk e të drejti, thosh dhe i smer ke veshe me lodhe, edhe të bësh, do ta respektosh duke i kërkuar llogari. Tashi, ka që e pranojnë, ka që se pranojnë, dikush thot edhe ky, Alana vjen ky në klubi. A kam betur një gjë e pa ndryshuar në gjithë karrierën tënde që se ke humbur asnjëherë? Një gjë, se muzika, kohët ndryshojnë, vitet kalojnë, muzika evolon, instrumentistë ikin vinë. Çfarë ke një gjë që se ke ndryshuar asnjëherë? Tashi, mund të ketë shumë gjëra që s'ke ndryshuar, po ajo që vërtet është një farë precizioni të punës. Disiplina. Dhe të paktën me veten time, të jem si thosh eksigjent në fund. Dhe në momentin që unë nuk jam, si thuash, i mbritur në atë shkallë që do të dëshironja unë, të mos jo vej fajin të tjerëve. Po të shoh edhe problemet e tjera, si janë. Do me thënë, nga njerë nuk mjaftojnë provat, duhet më shumë punë, ti duhet ishte organizosh në mënyrë që ta mbyllësh, se po humbe në labirintin e notave dhe të ritme dhe të partiturave të ndërlikuara, vepra nuk shfaqet. Dhe
Pra, ka një përgjegjësi shumë të vështirë. Shumë e vështirë.